Janë të vegjël, por sot listojnë 10 libra të lexuar. Në ditën botërore të librit për fëmijë, ata tregojnë mbi përshtypjet që u ka lënë leximi. Sa vjeç je ti? 9. Lexon? Po. Cili është libri që të ka më të mendje që ke lexuar? Aventurat e Tom Sawyerit, 10 bëj. Cili është libri që ke lexuar? Ditari i Grekut. 20.000 lekë në ndet, ai ka qenë një librat më të bukur për mua. Cilit janë disa prej librave që të kanë më? Jeronim Stilton, Ditari i Grekut. Dita botërore e librit vjen në nder edhe të lindjes së tregimtarit të madh danez Hans Christian Andersen. Për këtë të fundit, foli me të veçlit shkrimtari i njohur Gjahid Bushati, i cili ka dedikuar fëmijëve 10 libra gjatë karrierës së tij. Vërtet libri është miku i të gjithëve dhe ka përqend deri në frymën e fundit të botës. Dhe ky takim shumë i çmuar i Bibliotekës Marin Barleti në ditën ndërkombëtare të librit dhe njëkohësisht në përkujtim të Andersenit, që autobiografia e tij ishte vetë prralla. Bashkia e Shkodrës zgjodhi të dhurojë për fëmijët rreth 100 libra në bibliotekën e qytetit, duke pasuruar këtë të fundit. Bashkia në këtë rast ka vendosur të dhurojë disa libra për fëmijë, një kontingjenti fëmijësh të qytetit tonë, në këtë ditë ndërkombëtare kushtuar librit për fëmijë. 2 prilli është shpallur si ditë e veçantë e nxitjes dhe inicimit të dashurisë së leximit të lexuesve të vegjël.